Në këtë edicion do të ndihni. Bashkimi Evropian po pret nga qeveria në ardhje themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë. Sipas BE-s, institucionet kosovare duhet të respektojnë angazhimet që kanë marrë në kuadër të dialogut me Serbinë. Ndërkohë, nga lëvizja vetëvendosje si parti fituese nuk kanë pranuar të përgjigjen rreth çësjes së tyre për këtë temë, ndërsa njohësit politik shprehen të vendosur se asociacioni duhet të formohet, por vetëm sipas vendimit të kushtetueses. Investimet e huaja direkte në Kosovë ndër vite kanë qaluar. Trendi në rënje i kapitalit ndërkombëtar sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është tregues i rëndësishëm i humbjes së besimit të investitorëve potencial. Ata thonë se stabiliteti politik është një prej faktorëve që ndikon dukshëm në vendimin e aparatësve të jashtëm për të filluar investimet në një vend tjetër. Pandemia COVID-19 ka bërë që njerëzit të ndryshojnë disa zakone që i praktikonin më parë në mënyrë që të parandalohet përhapja këtij virusi. Meqense se një numër i madh i vogëlueshëve shkojnë çdo ditë në parashkollor, edukatorët po mundohen që t'i respektojnë masat sa më shumë që të jetë e mundur. Mirëmbrëma, po filloi me edicionin e lajmeve qendrore. Spitali i Përgjithshëm i Gjakovës në raportin 24 orësh ka njoftuar se janë trajtuar për Covid 96 pacient të hospitalizuar. Sipas këtij spitali, 78 pacient janë të konfirmuar me COVID-19 pozitiv, 8 pacient të konfirmuar negativ, 10 të tjerë të pakonfirmuar. Po ashtu 55 pacient janë me oksigjenoterapi, një në CPAP mask dhe një pacient në respirator, thuhet në njoftimin e spitalit. Po ashtu në njoftim thuhet se prej stafit të spitalit me COVID pozitiv janë 8 persona, 3 mjek, 3 infermier dhe 2 staf administrativ. Ju rikujtojmë qytetarëve se spitalet po mbushen, mbani maska, distancën dhe higjienën, thuhet në njoftim. Vazhdojmë edicionin. Bashkimi Evropian po pret nga qeveria në ardhje themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë. Sipas BE-s, institucionet kosovare duhet të respektojnë angazhimet që kanë marrë në kuadër të dialogut me Serbinë. Ndërkohë, nga lëvizja vetëvendosje si parti fituese nuk kanë pranuar të përgjigjen rreth çësjes së tyre për këtë temë, ndërsa njohësit politik shprehen të vendosur se asociacioni duhet të formohet, por vetëm sipas vendimit të kushtetueses. Bashkimi Evropian po pret nga qeveria në ardhje themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë. Sipas BE-s, institucionet kosovare duhet të respektojnë angazhimet që kanë marrë në kuadër të dialogut me Serbinë. Ndërkohë, nga lëvizja vetëvendosje si parti fituese, nuk kanë pranuar të përgjigjen rreth çësjes së tyre për këtë temë, ndërsa njohësit e politikës shprehen të vendosur se asociacioni duhet të formohet, por vetëm sipas vendimit kushtetues. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano, përmes një përgjigje për Kosova Press, thotë se aktgjykimi i gjykatës kushtetuese lidhur me asociacionin po keq interpretohet në Kosovë. Sipas tij, e njëjta asnjëherë nuk ka thënë se asociacioni nuk mund të themelohet. Megjithatë, nuk ka bërë të ditur nëse kjo temë do të hapet qysh në takimin e parë të rifillimit të dialogut. Asociacioni, sipas Arton Demhasajt nga Çohu, mund të themelohet, por vetëm në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Mund krijohet edhe mund të lejohet krijohet asociacioni komunave me shumicë serbe, po që është në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese edhe në përputhje me frymën tonë kushtetuese. Ndërsa Albert Krasniqi nga Demokracia Plus thotë se edhe statusi i asociacionit duhet t'i dërgohet paraprakisht kushtetueses për interpretim. Duhet që edhe statuti i ri t'i dërgohet paraprakisht gjykatës për një interpretim. Kështu që ai asociacion mund të bëhet vetëm ashtu siç ka përcaktuar kushtetuta dhe në asnjë mënyrë tjetër. Për shkak të temës së asociacionit, vitin e kaluar u bllokua edhe dialogu Kosovë-Serbi. Kjo pas kërkesës së palës serbe për themelimin e tij dhe refuzimin kategorik të institucioneve kosovare që i njëjti të formohet jashtë aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Investimet e huaja direkte në Kosovë ndër vite kanë qaluar.
Trendi në rënje i kapitalit ndërkombëtar sipas ekspertëve të çështjes ekonomike është tregues i rëndësishëm i humbjes së besimit të investitorëve potencial. Atë thonë se stabiliteti politik është një prej faktorëve që ndikon dukshëm në vendin e afaristëve të jashtëm për të filluar investimet në një vend tjetër. Ish ministre e Tregtisë dhe Industrisë Mimoza Kusari Lila thot se problemi kryesor pse janë larguar investitorët kanë qenë korrupsioni dhe burokracia. Ne çfarë kemi parë në shumicën e deklarimeve të investitorëve, qoftë atyre të vendit dhe të huaj, problemi kryesor ka qenë birokracia dhe korrupsioni. Kusari Lila beson se Kosova ka resurse natyrore dhe ka një rini që mund të angazhohet në punë. S'ka pasur se nuk ka pasur vullnet të përgjithshëm, do të thënë, unë e mbaj mend nga koha sa kam qenë ministre e Tregtisë dhe Industrisë, ka ekzistuar për shembull në një institucion vullneti ose shtytja ose puna në masat për të bërë biznes, por nuk ka qenë në të gjithë sektorët apo nuk ka qenë e shtrirë në të gjitha institucionet. Eksperti ekonomist Bardha Meti tha se investimet e huaja në vend kanë qaluar tash disa kohë, madje ai thotë se nuk po arrihet vlera vjetore prej 300 milion euro nga investimet e huaja. Investimet e huaja direkte në vendin ton kanë qaluar, tash sa vite, nuk po arrim të kapim vlerën e 300 milion eurove investimeve të huaja vjetore. Ameti ka treguar se investimi më i madh në vend është IPCO. Investitori më i madh në Kosovë mund të themi që është IPCO, si investitor privat, pa llogaritur konzorciumet e ndryshme. Kurse largime ka pasur, kohë pas kohe, kurse largimi që ka lënë theks më të madh ka qenë ai i RWE-s, një investitor gjerman, që ka përtej investitorit, domethënë ka ndikuar në raportet diplomatike dhe politike. Duhet të kemi fokus që të kemi investitor serioz dhe në sektor domethënës. Investimet kryesisht vijnë nga diaspora jon dhe që janë kryesisht në sektorin e patundshmërive dhe tregtisë dhe ato nuk janë investime shumë të qëndrueshme. Duhet të ketë një qasje më serioze dhe duhet të kemi investime në sektoret e prodhimit, përpunimit të ushqimeve, bujqësisë si dhe përpunimit të tekstileve, është shprehur ai. Ish lideri i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri thot se lëvizja vetëvendosje gjatë fushatës elektorale ka dhënë shumë zotime për skema sociale, por nuk ka treguar se si do të realizohen e financohen ato. Ymeri tha se qeveria e ardhshme duhet të përqendrohet në zvoglimin e hendekut në mes të varfërve dhe të pasurve, në procesin më të mirë të rishpërndarjes së pasurisë, në krijimin e kushteve më të mira të punëtorëve në punë dhe veçanërisht duhet të fokusohet në krijimin e më shumë vendeve të punës, e që u jepet përparësi më shumë grave dhe të rinjve. Duhet më përqendru në zvoglimin e hendekut mes varfërve të pasurve, duhet më përqendru në një proces të rishpërndarjes më të mirë të pasurisë, duhet më përqendru në krijimin e kushteve më të mira për punëtorët të Kosovë dhe veçanërisht duhet më përqendru në krijimin e më shumë vendeve të punës Kosovë, e në të cilat u japet përparësi më shumë grave dhe të rinjve. Mendoj që këto janë 4 pikat e transformimit shoqëror që duhet të bënte vetëvendosja. Në Kosovë, numri grave punë-kërkuese me shkollim të lartë është më i madh se sa i burrave, sipas Agjencisë së Statistikave, ndërsa numri të papunëve është i lartë te gratë. Drejtori i Institutit për Politika Sociale Musineko Kalari, Ymeri thotë se institucionet duhet të marrin masa më rigoroze që të përmirësojnë raportin e grave dhe të burrave në punësim. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të miratojë nismën për marrëveshjen e kredisë me Bankën Evropiane për Investime. Sipas qeverisë, kjo marrëveshje është për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe qasjen në vaksinat kundër COVID-19. Nuk gjendet vetëm Kosova në krizë ekonomike, por gati se i tërë globi, në veçanërisht në hemisfera perëndimore. Dhe në këtë drejtim konsideroj që krizat e thella ekonomike, pavarësisht në cilin vend dhe cilin epokë ndodhen ato, nuk mund të përballohen pa pasur një stimulim financiar që vjen nga jashtë. Tutje ish deputeti Kosovës thotë se deri më tani nuk ka pasur ide transformative të ekonomisë nga asnjë parti politike. Pra kjo do të duhet të ishte logjika ekonomike që përdoret veçanërisht në kohëra krize. Deri tash fatkeqësisht nuk kemi pasur një ide transformative të ekonomisë, fatkeqësisht as nga vetëvendosja në 50 ditët e qeverisjes, ka thënë ai.
Ditë më parë ka hyrë në fuqi udhëzimi administrative për regjistrimin e obligueshëm të kafshëve shoqëruese mace qen, të nënshkruara nga ministri në detyrë i bujqësisë Besian Mustafa. Ditë më parë ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ për regjistrimin e obligueshëm të kafshëve shoqëruese, mace dhe qen, të nënshkruara nga ministri në detyrë i bujqësisë Besian Mustafa. Ky udhëzim administrativ do të parandalojë braktisjen e qenëve dhe maceve nga pronarët që, sipas Agjencionit të Ushqimit dhe Veterinës dhe Fondacionit të drejtave të kafshëve, është shkaku kryesor për rritjen e numrit të tyre në vende publike. Kafshëve shoqëruese do të vendoset një mikrochip në lëkurë, i cili do të përmbajë dhënat e kafshës dhe të pronarit. Drejtori i Shëndetit dhe Mirëqenies së Kafshëve Sadik Heta thot për Kosova Press se regjistrimi dhe identifikimi i kafshëve shoqëruese është i domosdoshëm dhe se në këtë udhëzim ka edhe ndëshkime për pronarët që nuk regjistrojnë kafshët shoqëruese. Çdo pronar i cili mban kafshë shoqëruese apo qen është i obliguar me ligj ose me akt nënligjor që ta bën identifikimin dhe regjistrimin e kafshës së tij. Ky udhëzim administrativ i specifikon edhe sanksionet në rast se një pronar nuk e bën identifikimin dhe regjistrimin e qenit të tij. Ambulantat veterinare apo praktikat veterinare të kontraktuara nga ana e agjencionit apo të autorizuar janë subjekte të cilat do ta bëjnë implementimin në terren të këtij udhëzimi. Elsa Ramadani nga Fondacioni të drejtave të kafshëve thot se e kam parë të domosdoshme regjistrimin e kafshëve shoqëruese, sidomos të maceve dhe qenve, pasi që vazhdimisht qenë të rinj po shihen në rrugë dhe se udhëzimi administrativ parasheh edhe ndëshkimin e pronarëve në rast se braktisin ato. Pronarët dhe mbajtësit e kafshëve vazhdimisht i braktisin kafshët e tyre. Dhe me këtë udhëzim administrativ do të synohet që të parandalohet braktisja, ndëshkohen ata që braktisin. Kafshëve shoqëruese me pronar do të vendoset nga një mikrochip në lëkurën e tyre, ku në të do të përmbajë një numër serik personal për kafshën dhe gjithashtu do të përmbajë edhe të dhënat e pronarit. Vlen të cekët që shërbimi është pa pagesë për pronarët. Kujtojmë se nuk janë të ralla rastet kur qentë e ndacak kanë sulmuar qytetarët, duke u shkaktuar lëndime trupore. Po ashtu një shqetësim të qytetarët po shkaktojnë edhe kafshët shoqëruese të cilat përbëjnë rrezik permanent për jetën e tyre. Kryeministri në detyrë Avdullah Hoti në ditën botërore të sindromës Down ka thënë se qeveria e Republikës së Kosovës edhe njëherë zotohet se do t'i shfrytëzojë të gjitha mundësitë për trajtim të barabartë dhe për krijimin e kushteve të nevojshme për shkollimin dhe zhvillimin e fëmijëve të prekur me këtë sindrom. Qeveria e Republikës së Kosovës ka shprehur gjithnjë gatishmëri dhe vullnet për të vënë në dispozicion gjithë mekanizmat e nevojshëm për t'u mundësuar të prekurve me sindromën Down që t'i gëzojnë të gjithë të drejtat, duke filluar nga shkollimi deri tek krijimi i kushteve për jetë të pavarur, përmes mbështetjes së aftësive dhe talenteve të tyre të jashtëzakonshme, ka shkruar Hoti në Facebook. Një fëmijë me sindromën Down ka gjetur një top në oborrin e qeverisë së Kosovës, duke simbolizuar kështu kërkesën që ekzekutivi t'i mbështetësë këta fëmijë për shërbime terapeutike. Por menjëherë reaguan zyrtarët policorë që gjendeshin aty. Ky aktivitet u organizuar nga shoqata Down Syndrome Kosova me rastin e ditës ndërkombëtare të sindromës Down në sloganin Apo mshe. Udhëheqësja i programeve për shërbime në shoqat Down Syndrome Kosova, Ermira Shabani, tha se po nisin sensibilizimin me një kërkesë konkrete. Kërkojmë mbështetjen e institucioneve vendore për ofrimin e këtyre shërbimeve terapeutike. Kurse Albion Zekan nga kjo shoqat tha se gjatë gjithë vitit do të shpjegojnë nevojën për këto shërbime. Shtetit merr përgjegjësi këto shërbime që duhet për këta fëmijë. Do ta vazhdojmë siç ju kemi njoftuar komunikat për media, çdo 21 muajt deri në fund të vitit do të vijë një fëmijë ta xhuajë një top, duke e simbolizuar kërkesën për qeverinë që ta merr topin dhe të shënojë, duke ofruar këto shërbime domosdoshme. Shoqata Down Syndrome Kosova ka vendosur që ky vit të jetë viti sindromës Down dhe për këtë qëllim, gjatë tërë vitit do të realizohet një fushatë e gjerë e cila është titulluar Topi është te shteti.
Pandemia COVID-19 ka bërë që njerëzit të ndryshojnë disa zakone që i praktikonin më parë, në mënyrë që të parandalohet përhapja e këtij virusi. Me qenë se një numër i madh i vogëlueshëve shkojnë çdo ditë në parashkollor, edukatorët po mundohen që t'i respektojnë masat sa më shumë që të jetë e mundur. Për nder të ditës botërore të poezisë, klubi letrar Gjoni Kollkazazi në Gjakov ka organizuar një aktivitet simbolik. Këtë ditë ndëruan me pjesëmarrje shumë poetë e shkrimtarë të cilët lexuan poezitë e tyre. Ikje dje edhe sot ikje, rrugëve të botës pas çmendurisë e arlisur në bisht aeroplan shërnqethur, strehuar skutave të frikshme si valigje hedhur mbeturinave. Goma të autopoze i të meruar pasierës e bukës të tokave të huaja. Morset si arguliqe na folin shpresë se dimrat e egër po mbarojnë. Morset shpesh kuhrave ju bën kthes, si shall me rreze dielli plogët prarojnë. Aromën e gjakut, e bukurinë e lulkuqes, morseve ideale besa i lidhin fjong. Një varg, 2, 3, një strofe tërë, letra sikur i përpinte fjalët. Poetit lapshin e dori dridhej. Një strof, 2, 3, një poezi e shkurtër me pak fjalë, por poeti i rritur donte më shumë, edhe të ishte i parë ndër të gjithë në ngopë i datë. Kryetari i klubit Gjoni Kollkazazi, Muharrem Kurti, u shpreh se qëllimi ynë është sa më shumë të merrem me të rinj që kanë talent në të shkruar. Zakonisht të rit zbulohen nga mësimdhënësit e gjuhës dhe letërsisë, por edhe nga klubi, dhe jo vetëm të zbulojmë, por edhe të krijojmë shijet profesionale, letrare tek të rit. Talentet janë, talentet vetëm duhet zbuluar dhe talentet në fakt duhet t'ju krijojmë hapësirë për t'u manifestuar. Poezia si gjuhë skofjare, si mbretresh e letërsisë, do duhet të shkruhet, do duhet të prezentohet dhe krijuesit si nivel shpirtëror edhe me poezinë ta prezantojnë këtë vlerë të tyre. Diana, si poete e re, na tregoi synimet që ka duke u shprehur se ka në shpirt artin e të shkruarit. Mesazhi im si një re është që njerëzit mundu me shkruaj atë që ndjejnë, atë që dojnë më të vërtet në jetën e tyre. Që nga viti 1999, 21 marsin shpallur nga UNESCO Dita Botërore e Poezisë. Ditë kjo që konceptohet si një ftesë për të reflektuar mbi fuqinë e gjuhës dhe zhvillimin e plotë të kapaciteteve kreative të çdo personi. Në Gjakov çdo vit shënohet kjo ditë duke munduar të përkrahim talentet e rinj. Sot në stadiumin e qytetit në Gjakov është zhvilluar ndeshja vllaznimi i Stogu. Në një terren të rënduar nga rreshjet, të dy skuadrat janë munduar të rrëmbejnë të paktën nga një pikë. Të ndjekim raportin. Në stadiumin e qytetit në Gjakov është luajtur derbi vëllaznimi i Stogu, në një terren të rënduar nga moti lig dhe të rreshurat e vazhdueshme lojtarët e të dyja skuadrave duke gjinase u munduan të gjejnë rrugën për te fitoria. Vendasit sulmuan vazhdimisht posaçërisht në pjesën e parë të lojës, por pa rezultat. Edhe në pjesën e dytë, si vendasit ashtu edhe mysafirët u përpoqën të shënojnë të paktën nga një gol, ndonse u pan se ishin më të lodhur dhe rastet filluan të paksoheshin. Në minutën e 64, Erion Qeta shënoi për mysafirët. I gjithë takimi përfundoi me rezultat 2-0, ku në minutën e 74 Stogu siguroi edhe golën e dytë. Në vazhdim të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim. Para së të ndami të ndjekim edhe njerë disa nga informacionet kryesore të këtij edicioni. Bashkimi Evropian po pret nga qeveria në ardhje themelimin e Asociacionit të Komunave Serbe në Kosovë. Sipas BE-s, institucionet kosovare duhet të respektojnë angazhimet që kanë marrë në kuadër të dialogut me Serbinë.
Ndërkohë, nga lëvizja vetëvendosje si parti fituese nuk kanë pranuar të përgjigjen rreth qasjes së tyre për këtë temë, ndërsa njohësit politik shprehen të vendosur se asociacioni duhet të formohet, por vetëm sipas vendimit të kushtetueses. Investimet e huaja direkte në Kosovë ndër vite kanë qaluar. Trendi në rënje i kapitalit ndërkombëtar sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike është tregues i rëndësishëm i humbjes së besimit të investitorëve potencial. Ata thonë se stabiliteti politik është një prej faktorëve që ndikon dukshëm në vendimin e aparatëve të jashtëm për të filluar investimet në një vend tjetër. Pandemia COVID-19 ka bërë që njerëzit të ndryshojnë disa zakone që i praktikonin më parë në mënyrë që të parandalohet përhapja këtij virusi. Meqense se një numër i madh i vogëlueshëve shkojnë çdo ditë në parashkollor, edukatorët po mundohen që t'i respektojnë masat sa më shumë që të jetë e mundur. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Për më shumë informacione na ndiqni edhe në portalin syrivisvision.tv. Mirupafshim.